shofin më shumë video TikTok-u ku po shërbehet informacioni shpejt e shpejt. Unë jam nga ata që ullem edhe shof debatin, sa të zgjasin. Ka fillimin dhe i fund, pas swipe. 2 orë, do me thonë se jam brez i edukum me televizorin, jo me TikTok-un. Edhe, do me thonë, pas kam çuditërisht, pas kam arrit, do me thonë, me mirë kuptu edhe vetën që unë jam brez i televizorit, që jam në gjendje me pat emision për 1 orë e gjysë, pa u mërzit heq. Do të në sytë e tu, televizioni nuk rrezikohet nga rrjetet sociale, me që se ke punu një jetë ta në televizion familjarisht. Në fakt po, është, do më thonë, është duke u rreziku, se brezi i ri, sepse unë majnë men brezin tim, kur e kemi lexu një libër mrena natës, s'kemi pas durim me Elon e me fillu të nesërmën, po kë brezi i ri as libra nuk lexon. Aq më pak, do më thonë romane, gjona, e dun informacionin e shpejt, po ndoshta këto janë trendet e kohës. Kur janë atë trendi, brezi i ri dhe informacioni i shpejt, diçka që brezi i ri ka ngulitur në kry pa dyshim është Anita Radinaj, se në arritët po të i dhonë lajmet, edhe të e marë parasysh që gëzoni kësi audience, edhe kjo që e në ofër politikës, kjo jashtë skenarit kjo pyetje. A ka shku në Armenia mu marë me politikë, Anita? E kam thonë edhe një ditë me një intervjist tjetër, po, se për mu politika është artë edhe është e bukur, po të dish të bësh bukur. E qka po pret? Jo, nuk është se po pres diqka. Thjesht, unë, të më thonë, jëmë pajtu me fatin që ka ardhë koha e nështë a këtyre brezave të ri që edun informacionin e shpejt për shkak të dinamikave të sotme në cilat jetojmë. Në fakt kishim planifikuar, se natyrisht Anita është shumë prezente në intervista, por unë duat shoh në fakt pikpamjen e saj politike, mbi shumë ngjarje dhe ju kanë bërë temë pa dashur të bëni temë, si familje kanë fjalën. Javën e kaluar kemi parë një adresim shumë të ashpër të një mërgjimtari ndaj një generali. Në këtë rast nuati juaj, por s'ka rëndësi fare se kush është në aspektin e linjës familjare. A e kështë mendua njët që do të vinim në këtë situatë që kjo gjuhë do të përdorej ndaj njerëzve që kanë luftu, pavarësisht a është burri yt, kunati yt apo dikush tjetër që te nje? Për zotin mu më vjen keq për mendësinë e njerëzve të atil, por nuk du t'i jap shumë vëmendje se e kam bo një status aty në Instastory, e kam vu një video, ku më thonë budalla brina s'ka. Dhe realisht e budalla brina nuk ka, po si duket ka qenë nështë në ndikim... Po, të mos merrem ndoshta veç me personin, të merrem me gjuhën që po përdoret. Do thotë ti një vajzë nga vajzëria ke nis me u njoftu me vlerat e luftës në kuptimin më thellë. Unë kam punu 25 vjet në lajme, jam rrit prej një familje shumë të mirë, me kushte shumë të mira, dhe adin që është që më dhem mas shumë ti, se kur të shohin viktim, ti je grue hekurt, je grue fort, je kështu, do më thonë, krejt epitetet e mirat mundshme t'i japin, ndërkohë që suksesit të tjetrit nuk i kënaqen. Kjo është e dhimshme, se suksesin nuk ta fali askush, e ke fitu vetë me forcat e tua, prandaj ti duhet t'ja respektosh edhe tjetrit suksesin, edhe sakrificën, edhe mundin që